Do t'interpretoj monologun Shpirti që i dedikohet pikërisht rrugtimit tim deri te gjetja e së vërtetës. Monolog që e du shumë, e kom thurë para ma shumë se 20 vjete, e që jove që nuk kom zemër mja ndru ndë një bashkëtingëllore, po besonëm që nuk muj mja ashtu asë dhe një zanore. I jetur për qetësi shpirti fluturante. Në çdo skaj të horizontit kërkon të shpëtimin, pa më shirëshëm zbrapse i nga vetë shtigjet. Edhe yjet shikonin dhimshëm shpirtin e lodhur, nuk ishte fosh do të më, tash ishte dorzuar. Çdo rrugë ishte e gjatë, e duke i shpresdhënëse, por fundi për herë tabula rasa. Shpirtin e kishte kapluar frika, frikë nga vetjeta, nga sa jo nuk ishte kuptim. Istru kur diku në qoshe krijese dërmuar, derisa realiteti fshihej fare pranë. Po, shumë afër bile, në një nga dollapët e harruara të kasollës së errët. Një erë e lehtë fryen dhe fillon beteja. Nga rafti i plunosun me vite nxirret një thesar. E kush e ka imagjinuar të tillë? Me trishtim dhe ironi hapën në fletët e thesarit nga duart e varfra. Dhe shpirti i lodhur nga kotësia ngopët nga vetëm një varg. E vërteta është nga Zoti juaj. Shpirti tronditur syve do të nuk u beson, dhe prap fillon të kërkoj i parreshtur në lumin e pashtjerur të thesarit të quajtur Kur'an. Por shpirti të kurrët fillon t'i bëj akuza vetës, akuza të pandërprera, sepse tash e kishte kapluar frika, frikë nga takimi me Zotin. Po sërish nyjet zgjidheshin nga povargjet e thesarit. E nëse ata pendohen, në horizont ndroheshin kohët dhe vitet kalonin. Shpirti çdo herë i qet, e duke thirrur edhe tjerët për qetësi. Po kur dikush e fyente, e nënçmonte apo edhe e shante, ai përgjigjej me povargjet e thesarit. E vërteta është nga Zoti juaj. Kush të dojë le të besoj, e kush të dojë le të mohoj. Faleminderit.